Organizata lokale e Levicës në Kërçov realizoi një takim me qytetarët kërçovar, ku morën pjesë edhe kryetari i partisë Dimitar Apasiev, si dhe sekretarja e përgjithshme Jovana Mojsoska. Bojan Mishkovski, bartës i listës së këshilltarëve të Levicës në Kërçov, tha se Kërçova, si një qytet me traditë të gjatë liridashëse dhe me histori të pasur të qendresës, meriton të ketë përfaqësues në Këshillin Komunal që do të mbrojnë me përkushtim interesat e qytetarëve. Ndërsa i pyetur për qëndrimin e kësaj partie për kandidatët për kryetar të komunës së Kërçovës, ai tha se qytetarët janë të lirë të vendosin se cilin kandidat do të mbështesin. Levica како politička partija predizborno ne pravi nikakvi koaliciji i nema za cel podržavanje na koji bilo kandidat koji što Levica si parti politike nuk bën koalicione parazgjedhore dhe nuk ka për qëllim të mbështesë asnjë kandidat. Ne u bëjmë thirrje qytetarëve të dalin në zgjedhje për të ushtruar të drejtën e tyre për të votuar, por nuk bëjmë thirrje për të mbështetur asnjë kandidat për kryetar të komunës së Kërçovës, potencoi Bojan Mishkovski. Ndërsa sekretarja e përgjithshme e Levicës Jovana Mojsoska tha se janë në Kërçov për të shprehur mbështetjen e partisë për listën e këshilltarëve. Драго ми е денес имаме тука можности да го промовираме нашиот носител на листа, кој знам дека е препознатлив во Кичево, особено како еден од предводниците на протестите против депонијата. Kam kënaqësinë që jam këtu për të promovuar bartësin e listës së këshilltarëve, i cili është i njohur në Kërçov si njëri ndër organizatorët e protestave kundër deponisë, e cila është një plagë kancerogjene, sepse ne edhe në shekullin e 21 akoma flasim për deponi të egra në qendër të qytetit, e cila i helmon qytetarët, tha Jovana Mojsoska. Gjithashtu në këtë takim me qytetarët e Kërçovës, përfaqësuesit e Levicës prezantuan edhe programin e tyre për këto zgjedhje lokale.